Karriera juaj në shërbim të shtetit shqiptar fillon që nga viti 48, pas kthimit nga Leningrad, ose siç quhet sot Sankt Petersburg, ose siç kanë qenë quajtur përpara se quhej Leningrad. Pas kësaj ju caktuat komandanti i shkollës oficerëve në Tiranë. Më pas ju arritët të jeni zëvendësministër i mbrojtjes për fortifikimin. Në vitin 75 u përballët me një goditje të rëndë pas grupit fuqis të ushtrisë dhe ju dërguan Borrell. Nga sot, si e gjykoni periudhën komuniste dhe si përballuat momentet e rënda pas grupit fuqis të 1975-s dhe si u përplasët me to personalisht? Bënja dy korrigjime të vogla sepse sigurisht unë kur fillova karrierën ishte 18 vjeç e gjysmë, që oficer, s'mund të isha komandant i shkollës, isha komandant toke. Komandant toke, okay. Komandoja 23 vjet. Aq ishin. Dhe pastaj edhe më thonë më vonë, unë goditi nuk i mora në 75, po e mora në 82. 82, po fal, jam. 82. Dhe mirë të dikë jem gjatë bisedës të gjera. Po edhe në drejtën unë karrierën ushtarake se të që dëshërova që për zvogli. Si i madh ishte oficeri mretërisë shqiptare, edhe arriti deri në shkollë deri të gatët major që ishte i datë shumë lartë, ishte një major, që ishte gjithsej ushtria shqiptare në atë kohë. Dhe sigurisht që duke qenë në mesin e ushtarakëve, shkoja dhe në raport e ushtarakë, takohesha me ushtarët, e të kalama ishte 8-9 vjeç bicimin ishte. Dhe ajo që të më hyri në zemër, ai më thënë uniformat të gjera që zakonisht në gjithë botën, uniformat sidomos për oficerët e ri, për kadetët e këta i bëjnë të bukura, edhe kjo është një formë, një mënyrë të heqje. Dhe ai më thënë edhe luftën pastaj në të familiarizoj me armët, që këtë ditë me armë për duar. Kështu që me njerë mas shërimit, unë më dërguan në shkollën ushtarake, në fillim ishte në Moskë. Bolsheva që është qyteti ku që vendosur kjo shkolla jonë. Atje dhe me e vitë gjysë pasë e në Sankt Petersburg. Mirë ke shumë drejtë e ke. Dhe sigurisht që ushtria ishte një kërkesë e ime, po ka qenë shumë vështirë. Unë këto gjera i kam shkruar në librat mi, kam bërë 3 libra. Librin e parë, të dytë, që flasim për shërbimin ushtarak, librin e tretë me Disnanës dhe Berishës në periudha presidenciale. Jam munduar të shkruaj këto sa më thjesht, sa më kuptueshëm, sigurisht. Në mënyrë që, por njëkohësisht, jo aq shumë për treguar se çfarë kam bërë unë si ka qenë jeta ime, se sa dhe për të dhënë një mesazh për rikimin. Por punë e ushtria është pasqyrë një çdo kombi. Dhe gjithë e dim që kur shteti ka probleme, me njerë përgjësi, me njerë shkon menja të ushtria.